Është e veçantë edhe për kombin shqiptar për shkak se është njëra nga basketbollistet e më të mira shqiptare. Në familje, si u prit kjo që të dy vajzat janë në basket? Ne prindit i kishim shumë tolerant, shumë kulturuar për kohën që ishte. Pozitivja në të gjithë të gjën është prindët, të cilët gjithmonë kanë qenë pozitiv që ne të çajmë, të dalim, të shohim rrugën tonë. Dhe më i madh nga këto ka qenë babi. Në realitet, në këtë moshë nuk më ka munguar vetëm babi si qenie, por më ka munguar gëzimi i tij, që ndjente kur më shifte mua. Medalja presidenciale si vlerë e shtuar në jetën tënde, apo është një dëshmi më shumë për të treguar vetes se rrugtimi që ke zgjedhur ja ka vlerë. Kjo e dyta. E thash pasi ka vlu ujë, e të shojnë bët cysh qëtu, lakrën në ujë. Skeku është pjekur, e kemi lunë muftof, ja kemi lidhë këtë kurdelin e bukur. Më duket ja kom ftof gravet këtë në heret me këto bukë që i kom qitë sëtë. Unë jam rritur duke më thëmë babi që ti i ljeson hallanagjit gjithë jetës time dhe gjithmonë kam pas emocion kur vija e takoja. Sepse thoja unë po takoj veten time. Mos u përhap si vajin lakra. Këtu ke punën e të tjera. Si vajin lakra! Të gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë si fusin në një thes që i thonin kosovar. Rimin e tij është njoft me mamin, edhe pastaj e kanë internuar si kosovar. Dhe ime më ka qenë një heroin me cila i ka qëndru besnike asaj ndjenjës saj dhe na ka bërë neve dyjave. Basketbolli për mua është jeta. Domethënë çdo gjë e ka me basketbollin.